Klubi i futbollit Gostivari ka nisur fazën përgatitore për gjysmë sezonin pranveror, me objektiv të qartë rikthimin në Ligën e Tretë dhe ringritjen graduale të klubit në futbollin vendor. Në kuadër të përforcimit të ekipit, kryesia e klubit ka angazhuar 6 futbollistë të rinj, të cilët tashmë janë bashkuar skuadrës dhe kanë filluar përgatitjet së bashku me pjesën tjetër të ekipit. Sipas trajnerit Nasir Demiri, klubi është duke punuar seriozisht për të u rikthyer sa më shpejt në nivelet më të larta të futbollit vendor. Në deklaratën e tij, Demiri falenderoi për mbështetjen kryetarin e klubit Erxhan Menga, drejtorin sportiv Harun Ademi, si dhe pushtetin lokal dhe kryetarin e komunës së Gostivarit Valbon Limani për përkrajën e vazhdueshme ndaj klubit. Si vjet kena një 6 përforcime, në bisedë sipër me kryetarin e klubit Erxhan Mengan dhe me drejtorin sportiv Harun Ademin, morëm do përforcime të cilët i kishim na mungojshin në ekip. Dhe tash jena konsolidu, përgatitjet kena fillu që një 3 ditë me këtu në qytetin tonë dhe mendojmë të arrijmë qëllimin atje ku e kena dhe vendin. Ne kena tash mbështetjen e pushtetit lokal, kena dhe mbështetjen e kryetarit të komunës, të cilët na finansojnë deri tani dhe më të qetë dhe shohim si do rrjedhin punët. Inshallah na priften bara, kalojmë në Liga më të larta, ngadal do formohet ekipi, do bëjmë në nxënësit tonë, akademin tonë dhe do të funksionojmë si klub ashtu që e meriton. Për atmosferën në skuadër dhe për kushtimin e futbollistëve foli edhe trajneri i ndihmës dhe njëkohësisht futbollisti legjendar Birol Topçiu, i cili pavarësisht moshës është vënë në dispozicion të ekipit me një synim të vetëm, që Gostivari si klub të rikthehet sërish në majat e futbollit vendor. Besoj që në vitin e ardhshëm, këtë sezon, gjim sezonin që kena para neve, do të jetë alisni përforcimet mëra me lojtarët tonë, ekipën tonë, dhe jena maksimal i angazhuar të arritim qëllimin tonë të jena Ligën e Tretë. Gostivari meriton Ligën e Tretë, Ligën e Dytë edhe Ligën e Parë. Inshallah kadale me këtë generat, me këta trenerat, me këtë kryesion tonë, edhe me përkrahjen e komunës do të jena alis Gostivari si kanë qenë më parë. Ndryshe, klubi futbollistik Gostivari është një ndër klubet më të vjetra në Maqedoni, me një histori të pasur dhe peshë të madhe në futbollin vendor. Klubi numëron sukseset e shumta edhe në garat e Jugosllavisë, ku në një periudhë arriti të rënditet ndër 8 ekipet më të mira në Kupën e Jugosllavisë, një sukses që deri më sot nuk është arritur nga asnjë klub tjetër nga Maqedonia. Trajneri Nasir Demiri thekson se qyteti dhe tradita e klubit e meritojnë që klubi futbollistik Gostivari të rikthehet sërish në nivelet e larta të futbollit. Ky klub është një ndër klubet më të vjetër në Maqedoni, klubi i cili ka pas një peshë të madhe në Republikën e Maqedonisë, ka luajtur një rol kyç në këtë ligë, mirë po me kalimin e kohës, ja deri ku kena erdhur në gjendje, deri në këtë gjendje këtu, kena erdhur në ligën komunale, mirë po me stërvitje, me përforcime të reja, inshallah kalojmë dhe mbrim në Liga më të larta. Klubi futbollistik Gostivari ka qenë në vitin 1968 shampion i Jugosllavisë në amaterizëm. Ka qenë në vitin 1976 mes 8 ekipave më të mira në Kupën e Jugosllavisë. Një sukses që akoma nuk ka mri asnjë ekip tjetër këtu në Maqedoni. Kujtojmë se klubi së fundmi është rikthyer në gara nga pika zero, përkatësisht nga Liga Komunale, pas ndëshkimeve që Federata e Futbollit të Maqedonisë u shqiptoi shpronarëve dhe investitorëve turq të klubit, të cilët për arsye të panjohura u tërhoqën nga garat e Ligës së Parë, duke e lënë klubin në një situatë të vështirë. Megjithatë, me organizimin e ri dhe mbështetjen e komunitetit, drejtuesit e klubit besojnë se rikthimi i klubit futbollistik Gostivari në skenën e futbollit vendor është vetëm çështje kohe.